Pasi këngëtari i njohur Shpat Kasapi ndoroi jetë detaje prekse janë mësuar për jetën e tij private. Edhe pse ai shfaqej gjithmonë i qeshur dhe pozitiv, thellë në zemër mbante një peshë të madhe, problemin shëndetësor të birit. Shokët e tij janë shprehur se kur nuk kanë dëgjuar nga goja e këngëtarit të fliste keq për dikë. Ai jepte shumë dashuri dhe mirësia ishte cilësia që e karakterizonte. Në fjalimin e lamtumirës, motra e këngëtarit përloti të pranishmit teksa foli e u ndal tek amaneti i Shpatit. Motra e tij, me lotët që nuk i pushonin në asnjë moment, tha: "Sot me zemër të thyer jemi mbledhur për t'i thënë lamtumirën e fundit vëllait tim dhe është shumë e vështirë për ta përshkruar me fjalë dhimbjen që ndjej. Shpat, shpirti i motrës, ti linde me yll në ball, ti ishe njeri i mirë, dije të ndjeje hallet nga empatia jote e madhe, ti ishe një njeri i mirë dhe me zemër të bardhë dhe fisnike. Shpat, ti doje shumë fëmijë dhe pleqt, doje shumë të qeshësh, buzëqeshja ishte sinonimi yt. Është e rëndë ta pranojmë se ne nuk do të dëgjojmë zërin tënd, por ti do të mbetesh gjithmonë në zemrën tonë. Ti do të mbetesh një dritë në familjen tonë. Amanetin tënd, Roelin, unë do ta shoh si sytë e ballit." Me sa duket, amaneti i Shpatit për familjen e tij ka qenë i biri dhe motra u shpreh se ata amanet doja plotësoj dhe për gjatë gjithë jetës doja shoh të birin si sytë e ballit.